الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. Falenderimet I takojnë Allahut madhreshëm. Allahun falenderojmë. Për Allahut falë kërkojmë, të gjithë mbështetemi tek Allahu I madhreshëm. Të gjithë kërkojmë falje për gjitha tmetat dhe lëshimet tona të vazhdueshme në raport edhe me Zotin edhe me njerëz. E lutim Allahun që Zoti të na falë gjithëve. E lutim Allahun që Allah të na falë gjithëve dhe të na bëjë për atyre që vërtet janë praktikues të gjitha këtyre dispozitave, porosive dhe këshillave të cilat na I drejton ky fe, me qëllim që të përmirësohen njerëz, me qëllim që njerëz ta bëjnë jetën më të lumtur në këtë botë. Të dashur vëllezër, selam aleikum gjithëve, mirë se keni ardhur. I përshëndes juve këtu dhe të gjithë ndëgjuesit në Radio Vizianon që tani janë online. E lutem Allahun që Zoti të na bashkojë çdo xumë në këtë formë, në këtë shtëpi të Allahut, këtu do të na I pranojë gjitha angazhimet e sakrificat që kemi bërë për me ardhur këtu bashkërisht. Edhe ata që janë para radio dhe tani janë ndërlidhur me mësimet tona tek para xumës këtë rast. E kemi hapur një temë javën e kaluar rreth disa problematikave, disa smundjeve që eventualisht kanë filluar me goditje shoqërinë tonë dhe bashkërisht po mundohemi elaboru ato tmeta, ato këshime, ato smundje, gjithherë në radhë parë me identifikuar si problem, si smundje, si të lashe, e në radhë dytë pastaj gjithë po mundu me gjetë shërimin edhe përpjekjen tonë që me bo hapin e dytë, e hapi I dytë është gjithherë gjërave me bo një gjetë rrugdalje, një gjetë alternativë. Jo veç me cilësu problemin, jo veç me analizu problemin, edhe me janë problem, po gjithherë me bo përpjekje, problemit përkatës me I gjetë edhe I lasin, sepse kjo është principi fetar. Feja nuk ka arë në këtë botë me identifiku problemet, veç. Ka arë me identifiku problemet edhe me dhanë verzionin e vetë, këshillën e vetë, alternativën e vetë, qysh deret për I qësaj krizin. Tema ka qenë që kemi hapë bashkërisht, që kemi kushtu një ders, bashkërisht ka qenë problemi familje, ose ajo që përndodhë brenda familjes kosovare ose shqiptare, ma mirë me thonë, e cila ishte largimi I antarët familjes, ftofja raporteve mes antarët familjes, dhe ishte një problemi tretë që ishte kufizimi ose koncepti ngusht ndaj familjes, që ishte edhe si koncepti perëndimit që maksimalisht familja mund të pas 2 antarë. Kush janë ata 2 antarë, burri edhe gruaja. Në një kohë saktuar mundën me pas fëmijë. Mirë pa ata fëmija si të kalojnë fazën e pubertetit janë, edhe ta ndohen dhe familja kthehet gjithërë me dysh. Na bën përpjekje javën e kaluar me tregu se Islami nuk e pranon verzionin që familja të jetë kaq koncepti ngusht. Islam ka prind, ka bashkëshortësi, ka djem, ka vajza, ka nipa, ka besa, ka axhallar, ka dajallar, ka halla kështu me radhë. Koncepti Islam ndaj familjes ishte më I gjanë dhe I kujtohet ato 3 dispozita që Islami ka paraqur për me zgjeru konceptin e familjes dhe familja vazhdimisht me një rreth më I gjerë se sa që dikush mundet me aplikuesin e paramenduar. Jena me të lidhë çështje në Kur'an ose një tregim Kur'an kur Kurani ka tregu do ngjarje, I ka treguar do tregime ku ka ndodhur konflikt mes familjarëve. E cekëm konfliktin mes dy vetadejve. Dhe urtësia e Kuranit pse ka tregu
tregimin e birëve të Ademit. Nuk është thjesht vetëm me tregu se ata kanë pas probleme. Mirë po, porosia e tregimit është se bëhu ti, që shka konë pejgamberi alayhis salam, ma mirë me konë Habili se me konë Kabili. Kabili ka mytë Habilin, qoftë se një situatë caktuar, ka konflikt brenda familjes, ma mirë me konë viktima se sa me konë ai që ushtron dhunë familje. Ma mirë me përjetu dhunën se sa me aplikua se me qenë ai që e ke bë krimin, ma mirë me qenë viktim këtë rast që shka porositë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku flasim mrana për mrana rreth familjes. Po shkojmë në tregimin e dytë, kena mbet te tregimi i Hazreti Jusufit alayhis salam. Edhe po fillojmë masnej bashkërisht me fillu ilaçin, me fillu atë qysh dilet për krizës, nëse na me tubimet tona, neja tona vazhdimisht ankohëm se familja ka krizë, familja ka nevojë për mbështetje, familja ka nevojë për edhe një herë mu kthy lidhjet, mu forcu lidhjet, mu nxjerr raportet ose me qenë raportet vllazërore mes anëtarëve të familjes, atëherë sigurisht që do të shkojmë bashkërisht pa pasur, sigurisht që nuk do të mundum këtë gjumon me rrumbullaksu, po do ta prekim një pikë jashtëzakonisht të rëndësishme në këtë gjumon për me vazhduar edhe në gjumon tjera. Kthehemi një herë te tregimi i Hazreti Jusufit. Allahu ka folur për Hazreti Jusufin në Kur'an, kaptina Jusuf. Mes tirash e ka fokusi ose një pjetëqindje e kaptinës drejtohet në problematike brenda familjes. Cila o problematika? Problematika se një grupi vëllezërve kanë bërë komplot ndaj dy vëllezërve të tjerë. Ose këtë rast një vëllau sikur që është Hazreti Jusufi. Me çfarë preteksti, me çfarë arsye, aty ne ju ka mush mendja, aty ne piu duket se baba i tyne ma shumë për dëllë Jusufin se ata. Në kuptimin praktik, ata nuk kanë vërejt dallim, kuptimin praktik. Mirë po, aty në përduket se baba i tyne është tepi dhe onë mas Hazreti Jusufit, hate dhe bonja një skenar, edhe Hazreti Jusufin të hikin qofe, edhe kthejna vëmendjen e prindit tek ne. Që kjo ka qenë motivi pse ata kanë marrë këtë hak, kanë rënë dikim të shejtanit dhe dihet tregimi që kanë bërë përpjekje me mbyt Hazreti Jusufin. Fillimi i tregimit fol për tash bukuria e Kur'anit është kjo. Do të thotë e ka qenë, fillon kaptina, ceket problematika. Fillon darja mes vëllezërve. Një pjesë e vllaznive e bojnë komplotin kundër një vllau. Funi kaptinës qysh përfundon? Ata prap kthehen vëllezër, besatohen, kërkojnë falje, ja falin një tjetrit. Kjo madhështia e Koranit se problemet janë evidente, morën na ndodh probleme, mos do të më çudit. A ka vend më përmisu, a ka vend me qenë prap vëllezër, a ka vend me kthy nomin familjes, a ka vend me kthy raportet brenda familjes, ka vend. Pra ta sigur shumë mirë bukur e ka përmbyll Allahu tregimin të vllaznia të Hazreti Jusufit dhe t'i thonë e inneke la anta Jusuf, ati Jusufi, ati sa kemë bon aty, ati Jusufi, qala ana Jusuf, wa hadha akhi, qad manna Allahu alejna, po unë jam Jusufi, edhe kjo është vllavi jam, ma e vllavi ma i vogël. Qad manna Allahu alejna, Zoti ka qenë i mirë me ne. Zoti na ka pronë këtë pozitë. Innehu me yattaqillah wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Se ligji është kështu. Kush tregohet i devotshëm ndaj Zotit të tij, edhe tregohet durimtar. Kur Zoti s'ka mjaft mundit. Do të thotë unë edhe vllai im i tregu devotshëm, edhe mi tregu sa vëllë dhe erdhëm pozitë, do të thotë mu bind çdo sakrificë ndana familjes, sa ti shërbesh vllau, sa bësh tolerim me vllaun tan, në fakt kur s'ka me hub suksesi as rezultati as të mirat Allahut azza wa jalla. Prandaj shumë bukur e ka përmbyll Hazreti Jusufi fjalinë e tij, do të thotë unë edhe vllai jam këtu. Këtu na ka pru Zoti, na ka nderuar, se jo keni dashur të kundërtën, Zoti ka dashur të kundërtën. Këtu na ka pru Zoti, mirë po mos harroni. Se Zoti na ka pru këtu, na ka pru në përputhje me diçka që na kemi kryer. Ka qenë devotshmëria edhe durimi i madh. Durimi i madh edhe tani bindën fort inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Kur Zoti s'ka me hub shpërblimin e njerëzve të mirë. S'ka shans. Edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Qala
qalu tallahi laqad atharaka Allahu alejna. Ata thanë, për Zotin Allahut pas ka ngrit mbi neve. Na e dashëm të kundërtën, po Zotit pas ka ngrit. Kërkojna falje. Qale inna kunna khati'in. Inna kunna la khati'in. Se na me të vërtet kem qenë gjunaqar. Na me të vërtet kem qenë gabimtar. Na me të vërtet kem rënë dikim kajtëse, të lakmise, të shejtanit, na pranon gabimin. Qale la tathriba aleikum al-yawm. Për që të fjalije ka tregu Allahu në ngjarje. Nuk ka sot çortim për juve. Yaghfir Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sot Zoti ju fal, ai është më i mëshirshëm prej mëshirës. Kur të lexoni kapitullin Yusuf, ja vlen munojnë që për mbajtjet kaptinës, e cila flet decidivisht për një konflikt mes vëllezërve, që është i mundshëm edhe sot edhe në tarm edhe në kalumen, edhe është i vazhdueshëm mirë, po vërtet njerëz janë të devotshëm edhe bojnë sabër, kanë zgjidhur problemet brenda familjes. Normal, të dashur vëllezër, na tonina dëshmitar të lajmeve, statistikave, numrave që flasin brenda trojë tonë shqiptare, ka krizë familja, nuk ka diskutim. Me nxjerrja një shifër, në vitin 2011, dhe më konë 1569 divorce, ndarje. Dikon 17.000 martesa kanë qenë normal, është fjala këtu, kur të flasim për të shifra, flasim për shkurëzimit që në brenda gjykatës. Tani mos Zoti e din sa shkurëzimit i mbojnë në shkun gjykatë hiç. Na po flasim me shifrat të gjykatës. Në vitin 2011 kanë qenë 1569 ndarje. Në vitin 2007 ka qenë rekord. Në vitin 2007 15.058 ndarje kanë ndodhur në shtetin. Elhamdulillah, domthonë përmirësu gjendje, po 2007 ende është rekord i ndarjeve brenda familjes. Mos flasim pastaj për shifrat e vllavrasjeve, pronësia, toka, diçka që kryesisht janë probleme të brendshme, vllazëllokut e kështu me radhë. Për ata, më që kena nevojë me diskutu bashkërisht, inshallah asnjëri prej neve s'bjen këtë nivel. Inshallah, se lejojmë me ra vetëm këtë nivel, me derë gjak edhe me vogë vllavrasje për do interesat vogla të kësaj bote. Po megjithatë, na kena porosi me bashkërisht me diskutu, edhe bashkërisht me vetësu edhe me përcjell gjithë mesazhin tek tjerë. Po folëm sot ilaçi. Unë kam zgjedhur një temë sot interesante sa i përket formës së shërimit, edhe mendoj që kena një kushtim pak rëndësi, ani pse nuk do të foljuo për këtë temë. Po në mungesë nana prezencës nana tona do të më foljuve në shpresë edhe incizimi edhe radio masiv të lidhur në radio do të arrijë tek veshja ose tek mendja shumë nëna tona. Sot do të flasim për rolin e nanës në familje. Dhe ose boshti, strumbullari elementar i një familje është roli i nanës. Nuk po thënë veç nana. A dini pse s'po thënë nana? Se nana mund të po s'lun rolin. Nëse s'lun rolin, baba është s'po lun rolin. Ka një herë prezenca babës edhe mos prezenca është barabar zero. Kjo i bën sikur të bëjë baba. Kur thona me kon baba dhe me kon nana e kena përcjellë me ko roli i prindit. Rol me ai me krypun, rol me kryp, edukat, me prodhu, me dhon, me jap diçka. Edhe nana, kur flasim për nanën, roli i nanës, gjithë flasim për rolin. Nëse mungon roli, atëra ajo është një kukull ose është një akubet i cili e ka një titull, po megjithatë nuk e kryen rolin. Po do më bëni pyetje në fillim. Para gjithë juve, a keni menduar ndonjëherë cili është titulli më i madh këtë botë që mund të dikush me marr? Mas profecisë, mas pejgamberisë. Pejgamberia është titulli mos sublim që Zoti jep dikujt. Por çfarë profecia është çështje e përzgjedhje direkte e Zotit. Mos harroni të dashur vëllezër dhe ju, dëgjues se titulli më i madh këtë botë, mas pejgamberisë, mas gradës së profecisë është fjala nan. Termi nan, titulli, jo vetëm termi, titulli. Non është titulli më i lartë këtë botë mas profecisë. Nuk ka titull që e ka nderuar Zoti dhe Islami më shumë se sa titulli non. Për ata, historikisht, sa herë që nana nuk e ka luajtur rolin një shoqëri
shoqëria ka pas probleme. Ose sa herë është bërë përpjekje mu zavendësu roli nanës me një kompenzim tjetër ose me një asistencë tjetër, gjithherë ka pas probleme. Shoqëri për ata që kjo feja jonë të dashur vëllezër, i ka kushtu rëndësi të veçantë punës së nanës. Tani para mendoni çu ka lidhur punën e nanës feja jonë, unë bëmruna me sigur, besoj që do të arrijmë me kristalizu ide. Ju e dini që ekziston një emër i Zotit, një emër i bukur i Zotit, Rahman dhe Rahim. Rahman Rahim, apo 114 kaptina në Koran, 113 fillojnë me Bismillahirrahmanirrahim. Mos me konë që kjo emër i Zotit, me shirusi i gjithë me shërshmi, s'para mendohet jeta në këtë botë. Për ata dhe çdo kaptin fillon Bismillahirrahmani, me emrin e Allahut të gjithë me shërshmit me shqiplotit. Do manë dy mshira flitet këtu. Kur ka dasht Allahu i madhreshëm me folë për mshiren e ti në tokë, edhe një spjegu njerëzve qysh është mshira e Zotit, mja u ilustru atyne me shembull praktik, mja u thjessu njerëzve qysh duket mshira e Zotit, a dini ka më shembull? Mshiren e nanës. Nana është simbol i mshires, ose është simboli i cili e ofron kuptimin e mshirës së Zotit. Do të thotë, kur të pash mshirën e nanës, mundesh me imagjinu mshirën e Zotit. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folë, kur pejgamberi sallallahu mas një betejë e ka pa një nanë të lyp voglin e vet, atë fëmijën e vet, të çajte me ato emocionet e nanës, edhe e ka gjetë fëmijën dhe ka lëdhatu, edhe i kanë pik lët në fëmijën e saj. Pejgamberi ka qenë prezent me shokët e tij dhe ka thonë a peshimin që të nanë. I kanë thonë po ja Rasulullah. Ka thonë a më ne gjunë që ke nanë voglin e vet zjarr. I kanë thonë jo ja Rasulullah. Ka thonë po mos harroni Zotin më msheshun për rrugën e vet se që non për fëmijën e vet. Keni parasysh çish e ka përdorur pejgamberi alayhis salam këtë rast, çish e ka lidhur mshirën e nanës me mshirën e Allahut azza wa jalla. Do thotë mshira e nanës këtë botë. Nana është objekt i mshirës. Edhe është i vetmi shembull që mundet me ofru kuptimin, jo me krejt kuptimin, me ofru kuptimin e mshirës Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për gruan e cila bën përpjekje me u bë nanë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja fal nanës krejt mëkatet në momentin e lindjes. Në qoftë se nana arrin me lindje i fshihet mëkatet. Në qoftë se vdes është dëshmor, është shahid. Islami një gru e cila ka vdek të dashur mu bë nanë, se fakti që ka vdek në lindje dhe nana kanë përpjekjen mu bë nanë, një gru që vdes të bë nanë është shahid. Do të thotë një farforme në qoftë se kthejnë edhe e bojnë një krahasim. Njeriu që del me luftu për atë dhej, edhe vdes është shahid. Mirë po edhe nana që prodhon gjeneratën, edhe vdes të prodhu gjeneratën është shahid. Por që ta realisht nana tona bojnë vazhdimisht gjihad, vazhdimisht luft. Ajo nanë që ka bu 2 fëmijë, 3 fëmijë, 4 fëmijë, realisht ka marrë 4-5 lufta pjesë. Edhe realisht i ka shërby këtij populli sa mi pa shërby 3-4 lufta, sa e i ka bëruar familjen e vet ose fëmijën e saj. Po flasin ende për që mshirën, ose për që se nana është simbol i mshirës, edhe është argument i mshirës Zotit, ose është një farforme sinjal i mshirës Allahut azza wa jalla. Në kohën e Hazretit Davudit alayhis salam, 2 nana pas kanë pas konflikt për një fëmijë. Që ashtu ku ka muhabeti, s'po dihet i kujna fëmija. Ato dyat kanë pas fëmijë, por njëres ja ka marrë ujë ku fëmijë, ka lënë afer fëmijë, o Allah ke ka marrë një fëmijë dhe kur janë kthy të dyat janë thirrë se fëmija është ime. Edhe mas konfliktit gjatë që ka qenë në shtyre 2 nanave rreth çatij fëmijë, kanë shkuar te Hazreti Davudi, i cili ka gjykuar rastin. Mirë po, interesant, po i kanë dëgjuar argumentet, muhabetet këtë, ka vendosur, ka gjykuar. Gjykimin, djalin ja ka dhënë çasoj brus pak më mosh.
Mirë pa, dakar, u ndodhë gjykimi, të dalë prej gjykimit, janë konë prapë pak knasne. Janë takun Hazreti Sulejmanin a.s. Sulejmani ka qenë i biri Davudit, të dytë pejgamber. I ka po gjykimi, po hala s'ka knasësi. Ka thonë qka? Ka thonë gjykoj, po vaj gjykoj, kështu, jena të pak knasne. Ka thonë hati të gjykoj. E ka qenë edhe njerë stancën. I ka thonë, e vetë mja, mënyra më mirë e gjykimit, është me marrë një thike me do për gjysë. Gjysën e nërti. A dini që ka ndodhë? Me atras, aje që u konë nana e vërtet, ka jebë dorë automatikisht për flisë. Edhe ka thonë, jo, fëmija nuk është janë. Hazreti Sulejmani ka thonë, jo, fëmija është bashkë lypë. Për arsye se Hazreti Sulejmani ka dashur me mat emocionin e nanës nga i fëmis. Edhe me qëtë gjest e ka mat shkallën e reagimit të nanës që flet me të vërtet se nana është pra po thamë simbol i emocionit e mëshirës i ledhatimit e i butësisë ndaj fëmijëve. Allahu Azza kur ka folur Kur'an për Hazreti Musa, sigurisht tonë kanë dëgjuar. Hazreti Musa a.s. kur ka folur Zoti për Hazreti Musa, e dini që historia ka qenë se faraoni ka dashur çdo vit me myt fëmijë që kanë një meshkull. Por një vjet i ka amnistu, një vjet i ka falë, një vjet i ka ekzekutu. Se mi ekzekutu çdo vjet, problemi që po shuhet sa i kur. Edhe ka shku një vjet. Qatë vit që i kon amnestia u lind Hazreti Harun, vllai i tij u rrit. Vitin që u kon viti i ekzekutimit, u lind Hazreti Musa. Krejt ngjarja është se Zoti e ka inspiruar nanën e Hazreti Musës, që kur të vinë ata ushtarët me lyp Hazreti Musën në shtëpi, ajo e ka poshtruar me ngat me çip një farë tabutin i farë kuferi, me lëshuat e lëmë dhe meditojnë me majtë. Dhe i të kalojnë ata rullitojnë dhe dalë. Për ata i ka thonë Allahu, sa artë friguar që të njëmë, sa artë tutësh që të njëmë, ma në puna e regjimit të atëhershëm të faraonit. Mirë po, është interesant tani një shprehje e Kur'anit këtu. Kur i ka folë Allahu Hazreti, në këtë rast, nanës Hazreti Musës a.s. Qysh i ka thonë? Wa auhajna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa'tihi fil yam. E na inspiru nana Hazreti Musës, ja piqi. Dietar kanë thonë, po pse Allahu Azza wa Jall e ka tani mes tirash e ka fut dhonin e gjinit këtë rast këtu. Edhe pse fokusi është tjetër kon, fokusi është na inspiru nana Hazreti Musës, kush friguar që të ljon. Po tani mes tirash pe fut Zoti një fjali këtu në mes, edhe po thot na inspiru nana Hazreti Musës, ja piqi Hazreti Musës, e kush friguar që të ka thonë dietar pse Allahu i madhreshëm kur ka dashur me fol për nanën e Hazreti Musës, ka dashur me ngrit nalt e qysh me ngrit? Kanë thonë me ka tregu ty dhon gji. Do thonë kur nana ja i gji është pozita më e mirë. Për ata ka dashur Allahu me cek nanën e Hazreti Musës në këtë rast, një pozicion kur ajo ja gji një farforme kur nana ja gji fëmijë, është pozita më e mirë që mund të ndodhë në këtë botë, është një akt, është një gjest jashtëzakonisht që është i mungu botës. Kur nana ja gji fëmijë. Për ata dhe Allahu në Kur'an fatkeqësisht një mentaliteti do motra autura, do nona autura, dyshysh si mi dalë moda sa i vidon që dyshysh si sa një vjetër, këtë dyshysh si bajat, edhe po prishen një vjetë e trupit e ziqka. Fali, që se na binën qëtë mentalitet, kjo është marrëja e botës. Gjithanja është akti ma sublim këtë botë që një nanë botë me bënë ndaj fëmijë. Që se një popull, që ta llogarit për pabentoria i popull, selam aleikum, ai ka problem me kry, ai ka problem me ai vetia është 0%, 0, minus. Që se ka problem me, që se gjithanin e konsideron vetie tull, ose konsideron diçka vjetruar. Inshallah ta'ala këtu do të nalim për shkak kohës, po na ka metë edhe një pikë shumë e rëndësishme. Edhe jina në radio do të jetë diçka intime pak, po kërkoj falje që duhet me shpjegu, po jo sot javën e ardhshme, edhe ajo është cikli mujor tek gruaja, ose ajo që na e quajna në gjuhën e popullit tesha.
ekziston shumë një urtësi pse gruaja ka cikën, dhe ajo urtësi lidhet me temën që na po bisedojmë, po këtë urtësi dhe këtë fshehtësi dhe këtë mirësi do ta zbulojmë herën e ardhshme inshallah bashkërisht. Mirë po, e kena qenë temën se vërtet për mu përmirësu familja duhet mu kthy roli i nanës, na duhet me punu me nanat tona për mu vetësu dhe ato me luajt rolin sa më mirë. Sa herë të luajnë rolin më mirë, familja është nivel. Sa herë vjen roli i nanës, vjen edhe niveli i familjes. Na bëni Allah, selam aleikum, përshëndetje.